A din kur je më i fortë në botë? Jo kur ti bën muskujt, po kur ta bën zemrën e madhe. Kur është zemra e madhe e fortë edhe pathyeshme? Vetëm kur e mrin një kusht. Aja është kur Allahu Gjalleshanuhu është synimi yti. Me një fjalë nëse më lejohet pak më u tregu si apo më shpreh pak pjesërisht si arrogant, po tham katunarçe, kur nuk të hanë për kërkan në botë. Më falni që po tham këtë shprehje. Edhe po du kështu rast shqip me e thanë. Kur s'tanin në botë për kërkan, heq, për ty se ekziston njeri i gjallë. Allahu Gjalleshanu ka përmend në Kur'an, ka thonë kul inna salati wa nusuki, thuaj namazi, kurbani, jeta dhe vdekja ime lillahi rabbil alamin, janë për Allahun. Kur e mrin këta, që ti çdo synim, çdo sen me bo për Allah, atëherë kur Allahu është më i forti për ty se çdo kusht tjetër, atëherë kur Allahu është çdo sen për ty, se ekziston për ty as kusht tjetër, kur zemra jote ti je i lidhën aq shumë me Zotin, sa hiç nuk t'intereson, hiç. A është i pajtimit me ty, kushërini, daja, nipi, vllau, bashortja, mvarët, kush je. Atëherë kur ti nuk vendos mes teje dhe Zotit Azza as një pengesë, ke synim arrit kënaqësinë e Allahut me çdo kusht. Kreti dën, kreti respekton, gjithë i nderon, gjithëve ju buzëqesh, gjithëve ju ndihmon, por nuk ki qëllim me arrit dashnin, interesin e kërkuj. Kërkuj mos më nënshtru. Për kërkuj mos më tut. T'ja bëj pak qefin. Jo, hiç. Thash edukata, nuk ka këtu të bëj që më bën i pa edukum ti. Më bën rrugaç në amën të asaj, son veç me Zotin jam lidha dhe bën rrugaç. Kjo nuk është. Ulemat e kanë bënë krahasim kur një njeri është duke u ngjit me një mal. Edhe me vete ka marrë një çantë, i ka shtia 2-3 gurë në çantë, ja 4-5 grushta dhe, ja 5-6 gozhda, një çekiç, një parë këpuca, një blok, ka shtin qelsat të automekanikit, e ka mush me sane pa lidhje. Edhe e çanta veç ka shku të uranu. Ky, pa e banë me zërë, ka mund gjitë mëjet malit. Sa ma shumë që ka gjera në atë çantë, ky qaq ma shumë vonohet për me mrin të qëllime, të maja malit. Çka bën ky? Kur e shet që këto gjana për ja marrin energjin, ky shkon edhe e hek, ose një ka një, ose hek komplet çantën për shpinës edhe gjun. Edhe veç ka synim me jesë për parat e caku të qëllime. Ky qash bati fort në ato momente që ka gjujt çdo sen mrapa vetës që e kanë pengu në rrugtim, sa habitet edhe vetë. Kështu është edhe besimtari i cili synim e ka Zotin. Kret anash, gjëra që i dalin, biznesi, ta msheli gojnë aty, mos ja prishi këtij, që po thot ai shoku, çka po thonë njerëzit për mua, t'ja bëj çefin këtij, ta msheli gojnë aty, halallin ta bëj haram. Hajtë se s'ka gale, po fle pak s'pe fali këtë namaz, etj, kret të e më penges për me mrin të Zoti. Momentin që i gjun gjitha këto, sikur sa i çantën, ai udhtari, që e gjun edhe ka një synim, ai bati fort sepse mon nuk e ka gale asnjë njerin në botë. Është lidh me Allah, punon veç për Allah, i tutët vetë Zotit, e synon vetë Zotin, pret vetëm prej ti, i nënshtrohet veç ati, i bjen në ruku veç ati, i bjen sejdë veç ati, ka synim, kënaqësinë e ti don mos me i dhnu veç ata, rrezikun e di që ndor ti të Allahut. Jeta ndor të Allahut, vdekja, smundja, çdo sen. Këta s'munësh me tut. Këta s'munësh me korruptu. Kjo në gjendje me jetu, është gjendje me vdek. Është gjendje me sakrifiku çdo sen për Allah. Thash, po du me të rek një vrejtje, djem të ri, mos ma keq kuptani këtë këshill. Me uqu me mu bo rrugaqa, me u bo gangstera musliman, edhe me thonë në amën të islamit, se masani du të mjë kapë shuplaka mjore, se kam këtë qëllim.
Për juve djemë të ri musliman, edukat, mirësjellje. Kjo është një nivel që kur ta kuptoni sakt islamin, kur ta kuptoni sakt Zotin, e mrini këtë nivel. Po mos më gaboni me ma përzi me rruga lëqe këtë që e përmendët deri tash. Allahu ju rujtë. Selamu alaikum.